Kemi zhvilluar një bisedë shumë të këndshme mbi të gjitha, sepse këtu ne kemi të ftuar shkrimtarin e botimit për të cilin po flasim sot, Viktor Canosinaj. Është botimi i tretë pas Meriyll dhe pandashmërisht Meriyll, është grua me emrin Meriyll, vazhdimi. Me siguri një ritakimi juaj i një mikeshe që e keni patur në adoleshencë, e keni shoqëruar, e keni takuar një moment në rininë e saj dhe tani do ta ritakoni në moshat 45, mendoj, është kjo grup mosh që e ri takoni për të parë çfarë ka ndodhur me të, pikërisht me këtë botim të tretë nga Viktor Canosinaj. Dhe nëse do të ndaleshim pak tek përmbledhja, po themi, që e gjeni edhe në pjesën e pasme të kopertinës, ku natyrisht është thjesht shkurt dhe qartë se çfarë trajton ky roman, do t'jenë probleme të ndryshme që ky çift ka, Meriyll dhe Sidi, lidhur këtu me ato çfarë gjejnë në shoqërinë shqiptare kjo grup mosh, nëse do të thoja kështu. Është pasurimi i shpejt, korrupsioni, shturja morale, krimi i organizuar, madje kemi dhe përpjekjen fisnike njerëzore për të ndërtuar me ndershmëri një jetë të lumtur, e ndjekur gjithashtu nga dëshpërimi i zgjidhjes me braktisje të atdheut. Është fiks ajo çfarë kalon shoqëria jonë shqiptare në këto vite në të cilat ne jetojmë, të paktën në këtë 5 vjeçarin e fundit, po themi, që nëse do të përmblidhnim disa fjalë për ta përshkruar situatën, do të ishin këto: korrupsioni, ndershmëria, emigrimi e të gjitha me radhë. Jeni ndalur tek kjo tek ky përkthim i situatës dhe i aktualitetit. Sidomos ajo pjesa e të qëndrojmë në atë apo të largohemi është shumë personale në libër. Linjë që më përket mua si Viktor, se sa Sidit. Në këtë aspekt Sidi është Viktori, që ai ishte partizan për të larguar, donte të largohej. Edhe ndryshe nga që ndodhë në realitet, që bëm përpjekje të dështuara edhe prap kthehet në shtëpi kokullur, kjo më ka shoqëruar mua që nga 91-shi e kthej. Edhe nuk e bët asnjëherë një përpjekje, një lëvizje? Bëra të gjitha përpjekjet dështuara nuk ktheva prap në shtëpi. Sigurisht e shkruar. Edhe vërtet unë kam filluar, kur arrita një farë moshe, kam filluar ta besoj që jeta e njeriut është e shkruar. Etapat e jetës, se çfarë do t'i ndodhi. Ishte shkruar për ndenjur këtu, ndërkohë që një me shoqe ishte e flakt. Edhe për shkak të kaluarës familjare. Gjyshi i saj ka qenë emigrant ekonomik në Shtetet e Bashkuara që në kohë zogut, që në kohën e mbretërisë. Pra, kishte një histori familjare me emigracionin, ja dinte vlerat e të gjitha, por për shkak të përgjegjësive familjare, rihape historia, bëjnë e i shërë kështu dhe binin pezu prapë. Në gjendjen që ku jemi sot, por ndoshta ka dhe në i fazë emigracioni pleqërie kështu me shkume. Do ta bëje këtë lëvizje? Për të një 3 vjeçar do ta bëja me shumë dëshirë. Pra është një peng që ka kufizuar koha të paktën, një 3 vjeçar. E kam kështu dëshirë të vjetra. Është si pushim më shumë se sa emigrim. Do të thënë si një pushim. Sakt, për të ndenjur, për shijuar. Ku do shkonit? Rrethinat e Firencës. Pas ka zgjedhur vetë Toskana. Jo larg Shqipërisë. Toskana është një perlë. Edhe po që se ne do hyjmë në betë, siguroj që do blej një shtëpi në fshat. Shiko, Toskanën e shohin vërtet dhe në të dy selet kam dëgjuar shumë. Një vockë. Sidi do ta blejë një shtëpi në Nuk fshat. është villa, ma është shtëpi. Dhe Sidi i identifikuar me shkrimtarin do ta blejë një shtëpi në fshat. Shiko, në çdo fazë të jetës është adhurueshme dhe e pëlqyeshme Toskana. Në 30-40 që keni aq shumë të drejtë dhe gjejmë veten të gjithë. gjithë. Moshën fare. Mund të quajmë vështirësi në mënyrën e të shkruarit, flas këtu nga eksperiencat e përditshme të jetës, ku njerëzit që lexojnë, në këtë rast romanin dhe gjithë fillimet e tjerë, e personifikojnë gjithë historinë me personin që e shkruan. Domethënë,
pse duhet ndodh kjo gjithmonë, kjo që atë që shkruajnë, pra bëjmë një poezi dhe njerëzit të kujtojnë ose të etiketojnë që e ke bërë për ndjenjat e tua, e ke bërë për veten Ky tënde. fenomen njihet lehtësi quhet realizëm naiv. Do të thotë që nuk personifikojnë veten në ato që shkruajnë. Besojnë shumë lexues që gjithçka ndodh në roman e ka bërë dhe autori, apo që autori është prezent, i di shumë mirë këto gjëra Ka disa teori letërsie. Jo, të pasqyruar jetën e tij, po. Ke shkruar jetën tënde, ke bërë Po, ndodh kjo. historinë tënde. Pastaj me kultivimin letrar të njeriut kjo ka përcehet. Edhe ai e kupton shumë mirë që Nuk është shkrimtari thjesht tregon një histori, nuk mundet shkrimtari të bëjë të gjitha. se unë mendoj që kjo na jep një lloj e bëra enkas këtë mini bisedë se më ka ndodhur që kam krijuar një varg, një poezi, edhe menjëherë më është thënë që Është hapi ka parë. ndodhur, Poezia po, është pak më ndryshe, kam përshtypjen se në poezi juve që shkruani poezi, ndonjëherë zbrazni atë çfarë keni së brendshmi. Mund të ketë pak personazhe. Po jo gjithmonë, se këtë do ja me thosh. poezi e kapur tamam. Aty të zunë matë zbuluan se çfarë ke dashur të Je thuash. kapur ma. Si ke qenë atë momente që të ka ardhur dhe Po s'ka frymëzimi. lidhje, Jo, domosdoshmërisht, nuk ka lidhje fare. Nuk ka por- lidhje, se asnjë nuk shkruan në gjërat që ndjen ti. Ajo që i ndodh letërsisë, dhe që më së shumë ti e dim, letërsisë shqiptare të mos pas në vitet e tranzicionit, është fakti që letërsia shkruhet, nuk promovohet, ju përgëzoj për iniciativën dhe për tryezën e ndërtuar, dhe nuk është ndërtuar institucioni i kritikës letrare që të mund të përcjell në mënyrë të thjeshtëzuar ajo kritika gazetareske, ajo e kritika e kritikëve, që të mund të përcjell në forma pak më të thjeshtëzuara për publikun e gjerë, formatin përmes të cilit do përjetuar, do konceptuar dhe do reflektuar termi yt poetik, tharmi yt poetik, ajo që ti ke nxjerrë. Kjo është ideja. Unë ju falenderoj pafund. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që ne u ritakuam me zotin Canosinaj dhe për të sjellë në vëmendje një tjetër botim të tij që jam e bindur që ju do ta ritakoni Mikeshën edhe miqt tuaj personazhe të këtij libri. Ne gjithmonë do t'i japim vëmendje librit se e meriton dhe janë le të themi piknisje e Shoqëria shumë shqiptare tematikave të tjera që ne mund të ka trajtojmë dhe të shumë nevojë, mësojmë. pafund, shoqëria shqiptare. Shpresoj shumë që këtë mision të jemi duke e bërë si duhet. Faleminderit Ju shumë, përgëzoj. takohemi nesër.